Në këtë edicion do të ndiqni. OVL-UÇK në Hoz fton publikisht që veteranët e rreshëm të bashkëpunojnë me Degën. U lirua apo nuk u lirua pas aksionit të policisë rruga Yllmërina. Tri premiera të reja këtë fundjavë në Kino Hyrje Hana. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Antarët e organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës Dega në Hoz sërish kanë bërë thirrje publike për të gjithë ata persona që janë të vetëdijshëm se statusin e veteranit, invalidit apo të familjarit të dëshmorit e kanë përfituar në forma të parregullta që të paraqiten dhe të bashkëpunojnë me OVL-n e Hozit. Në deklaratën e tyre thuhet se është momenti për përgjegjësi, ndershmëri dhe ruajtje të pastërtisë së luftës së shenjtë të UÇK-s. Ministri për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Çlirimtare Andin Hoti ka listuar projekt ligjet që pritet të procedohen gjatë këtij viti, si dhe ligjet që do t'i nënshtrohen procesit të vlerësimit. Hoti bëri të ditur se gjatë këtij viti do të vlerësohen ligji për skemat pensionale, ligji për veteranët e luftës së UÇK-s, si dhe ligji për statusin dhe të drejtat e dëshmorëve, invalidëve, veteranëve, pjesëtarëve të UÇK-s, viktimave civile dhe familjeve të tyre. Ndërkohë organizata veteranëve, invalidëve dhe familjarëve të dëshmorëve të UÇK-s në Hoz ka bërë thirrje publike që personat që kanë mashtruar për përfitimin e këtyre kategorive të paraqiten personalisht dhe të tërheqin deklarimet e rrejshme. Masi dje ministri Hoti e pat një deklarat edhe pikrisht për këtë kategorinë dolën nga lufta dhe disa kategoria tjera, i cili edhe sugjeroi se do të kthehet në pikën 0 vlerësimi ose verifikimi i gjithë veteranëve. Organizata e veteranëve të Hozit, Dega Hoz, flas gjithmonë për Degën e Hozit, e ka po tullës të gjithë ata të cilët gëzojnë status ose certifikata në formën jo ligjore, se që kanë orë taj status, na e kemi po të udhës që bashkëpunojmë me ata veteranë të cilët kanë orë prej e marrjes së statusin formën, çfarëdo lloj forme, jo ligjore, jo drejt, që të bashkëpunojmë me organizatën e Hozit, që ti dorëzojnë, që të ketë një amnisti apo një lehtësi nga ana ligjore. A i tha se që nga marrja e detyrës në krye të kësaj dege, disa persona janë tërhequr nga kategoritë ku ishin deklaruar si familjar të dëshmorëve. Hozi ka pas 129 dëshmorë me certifikata, të cilët kanë qenë të mashtruar, kurse 43 e kemi kthyer nga 129, kemi ardhur në 43 legjitim, të cilët janë të certifikuar edhe nga shteti. Tha që shtoi se në zonën e Hozit ekzistojnë edhe përmendorët që nuk u takojnë dëshmorëve dhe se ato do të largohen. Po, unë po e tha me kompetencat plot. Në Hoz, para 2 vite, me qendrën memoriale në Prishtinë, qendrën kryesore, e cila është përgjegjëse, ne kemi ndërtuar një memorial në një fshat aty mes Hozit, të cilët janë 43 dëshmorë legjitim, kurse janë edhe 3 shtator të cilat janë ndërtu, njëna është në Gruzhë, fatkeqësisht e mashtruar edhe vjedhne, po e tham publikisht, disa persona e kanë ndërtu ata, dhe një është në lubisht të Hozit, e cila është një mashtrim tepër i rëndë për zonën tonë edhe për Kosovën, e cila me fuqinë politike, disa në thojë komandant, që cilët kanë qenë në Shqipëri, janë kthyer dhe në vit, flas për një vit të gjithë dikun, duke përdor peshën dikush besimit vet. Në fshatën Lubisht kanë ndërtu me mjetët të popullit një shtëpi të luftës e cila është farse, është mashtrim. Edhe ne jemi kundër kësaj. Edhe ato gradualisht Dega Hozit, duke bashkëpunuar me prokurorin, do t'i xhban ato, do t'i sjell në vendin ku duhet, sepse nuk mund ta mashtrojmë luftën, nuk mund ta mashtrojmë gjeneratën, edhe nuk mund ta mashtrojmë vetveten të cilët banë me rezistencë pa bën. Sipas tij, disa persona janë vetë deklaruar si veteran të luftës, invalid apo familjar të dëshmorëve për interesa personale.
Pavarësisht përpjekjeve për të eliminuar parkimin ilegal të automjeteve me qëllim të lirimit të trotuareve në rrugën Yllmërina, shumë shpesh të shesyri makina të parkuara. Situatë e njëjtë ishte edhe sot. Ngacësit e pakujdesshëm prap kishin parkuar makinat sipas dëshirës së tyre. Pavarësisht përpjekjeve të vazhdueshme për të eliminuar parkimin ilegal dhe për të liruar hapësirat për këmbësor, në rrugën Yllmërina problemi vazhdon të mbetet prezent. Edhe gjatë ditës së sotme, ekipi ynë qëndroi në terren ku vërejtën sërish automjetet të parkuara mbi trotuare, duke vështirësuar lëvizjen e qytetarëve. Banorët thonë se kjo situatë përsëritet shpesh dhe kërkojnë mbikëqyrje më të shtuar nga institucionet përgjegjëse në mënyrë që trotuarët të rikthehen në funksionin e tyre për këmbësorët. Ndërkohë nga policia kemi pranuar fotografi të realizuara me vonë, ku shihet se hapësira është liruar dhe trotuaret janë pastruar nga automjetet e parkuara në mënyrë të parregullt. Autoritetet bëjnë thirrje për respektim të rregullave të komunikacionit, duke theksuar se trotuaret janë të dedikuara për sigurinë e këmbësorëve. Edhe pse jo në të gjitha rrugët e qytetit, janë disa rrugë ku vërehet qartë ndryshimi se si duke rruga e ngarkuar nga parkimi ilegal dhe si duket sot. Materiali në vazhdim na sjell disa pamje që flasin qartë për ndryshimet dhe rezultatet e aksionit të policisë për lirimin e trotuareve. Aksioni operativ për lirimin e trotuareve në Gjakov ka dhënë rezultate të dukshme në terren, duke ndryshuar ndjeshëm pamjen dhe funksionimin e disa prej rrugëve kryesore të qytetit. Një nga zonat ku ndërhyrja është vërejtur më së shumti është rruga Migjeni, ku më parë situata me parkimet e parregullta ishte bërë shqetësuese për qytetarët. Para nisjes së këtij operacioni, pamjet nga kjo rrugë tregonin automjete të ndaluara në mënyrë të shtregullt, si në skajt të rrugës, ashtu edhe mbi trotuare. Në shumë raste, veturat bllokonin kalimin e lirë të këmbësorëve duke i detyruar ata të zbresin në rrugë dhe të rrezikojnë sigurinë e tyre në komunikacion. Për më tepër nuk mungonin rastet kur automjetet të caktuara parkoheshin edhe në hapësira të gjelbra duke dëmtuar infrastrukturën. Banorët e kësaj pjese të qytetit kishin shprehur vazhdimisht ankesa për gjendjen e krijuar, duke kërkuar ndërhyrje nga organet kompetente. Ndërkaq pas batimit të planit operativ, pamjet e kësaj të premte tregojnë një realitet krejtësisht tjetër. Trotuaret janë të liruar nga automjetet, hapësirat publike janë të qasshme për këmbësorët, ndërsa rruga ka fituar një funksionalitet më të rregullt. Kalimi për qytetarët përfshir personat me aftësi të kufizuara dhe prindërit me karroca për fëmijë, tashmë është dukshëm më i lehtë dhe më i sigurt. Mbetemi te tema e njëjtë dhe sjellim një tjetër kronikë e cila këtë herë na flet për hapësirën e çarshisë së vjetër. Disa qytetarë kanë dërguar fotografi në redaksin tonë të disa makinave të cilat qëndrojnë të parkuara në një zonë ku parkimi është krejtësisht i ndaluar. Plani operativ për lirimin e trotuareve nga makina tashmë është duke u zhvilluar dhe shumë trotuare janë liruar. Megjithatë, qytetarët janë ankuar se në disa vende makinat po parkohen edhe pse janë vendosur pengesa elektrike. Sipas tyre, këto pengesa shpesh ulen për interesa private duke lejuar parkimin e automjeteve. Një rast i tillë është raportuar në Qarshinë e Madhe ku banorët kanë dërguar fotografinë të cilat shihen veturat e parkuara në rrugë. Në këtë zonë ka pasur më herët kaos nga parkimet e parregullta, por ditëve të fundit gjendja në disa rrugë të Qarshisë është dukshëm më mirë, me raste të rralla kur makinat ndalohen dhe parkohen në rrugë. Ndërkaq, sidomos pranë teqes së Bektashenjeve, ku më parë makinat ishin të shumta në rrugë, aktualisht hapësira është e lirë dhe mundson qarkullimin normal të automjeteve. Agjërimin e muajit të Ramazanit e bën tash disa vite profesori Muhamet Iljazi, ndonëse në moshë të shtyr, ai thotë se këtë gjë e bën me shumë përkushtim dhe mundohet që bashkë me agjërimin të kryej me kujdes edhe elemente tjera përcjellëse që duhet t'i bëjë secili agjërues. Profesori 83 vjeçar Muhamet Iljazi është nisur për të falur namazin e xumas, duke vazhduar një traditë të gjatë fetare që e mban prej dekadash. Ai praktikon fenë islame dhe thotë se tash 75 vite agjëron muajin e shenjtë të Ramazanit. Sipas tij, që nga mosha 8 vjeçare nuk e ka prishur asnjëherë agjërimin. E ka afër 75 vite.
që e kom nisë me inu, ma gjinu. Dhe më thonë, prej atjehet dhe mësët nuk e kom prish asëherë. Faleminderit Zotit. Me gjithatë, profesor Iljazi thekson se kohërat kanë ndryshuar dhe se kënaqësia e xhirimit dikur ka qenë ndryshe. Përpara ka qenë një kënaqësi kur të çoshim në sofër, e dilshim në për rrugën në xhami atje. Mirë, po tash kanë ndryshuar kohët. Tash ma pak agjerohet. Mirë, po kush është tamam që është besimtar i fortë, nuk e mundon ata. Do të thonë tani herët ai ka me qenë çashtu deri në fund. Ai shton se muaji i shenjtë Ramazanit është gjëja më e mirë për besimtarët musliman, si për shëndetin, ashtu edhe për qetësinë dhe forcën mendore. Është muaj në të cilin gjendet një natë e cila quhet nata e Kadrit, që është më e vlefshme se sa 1000 muaj. Do të thonë 80 sa vjet çato. Prandaj është muaj i cili i falim fukarave gjithëve me ata që jeni të prisht, do të thonë që nuk falni duhet, o muaj që duhet pajtimit, mësë më majtë, do të thonë e natë në mëzveti, po mu bashku me vëlla, me motra, me prindë, me gjitha, me shoqërinë. Iljazi bën të ditur se të gjithë anëtarët e familjes së tij agjerojnë dhe se kjo tashmë është bërë traditë. Ai shprehet i vendosur që për aq kohë sa të ketë shëndet dhe fuqi, do të vazhdojë të agjerojë në muajin e shenjtë të Ramazanit. Anëtarët e shoqatës së të verbërve Gjakova në një takim të përbashkët kanë diskutuar sot për projekte të finalizuara dhe të tjera që synojnë të implementojnë ditëve pasuese. Në këtë takim pune, edhe 15 anëtarë të shoqatës u pajisen me sensor për gota, si pajisje ndihmëse për pije të sigurta. Sot, anëtarët të shoqatës së të verbërve Gjakova kanë bërë përmbylljen e projektit të Pundorës dhe prezantimit të përgatitjeve për realizimin e panajirit arti që të lën pa fjalë. Mark Pjetrej, kryetari i shoqatës së të verbërve Gjakova, tregon më shumë detaje. Qëllimi i këtij projekti është për të dërguar tek panajiri i 5 në radhë, të cilin po organizon shoqata e të verbërve në Gjakovë, dhe tashmë ky panajir është tradicional për komunën e Gjakovës. Panajiri kësaj radhe është më i veçantë sepse edhe emrin do mban arti që të le pa fjalë dhe gratë e verbra, të cilat i ka udhëhequr zonja Nazmie Koshja Bazaga, e cila po ashtu ka udhëhequr këtë projekt me shumë sfida të cilën e kanë përcjellur, duke pasur parasysh që hapësirat të cilat ne i shfrytëzojmë janë të papërshtatshme e të cilat shpesh kanë ditur që edhe ujin ta lëshojnë brenda hapësirave të brendshme. Mirë, po zonja Koshi nuk është ndalur asnjëherë, ja ka arritur që përgjatë kësaj periudhe kohore, korrik 2025 dhe shkurt 2026, bashk e mbështetur nga anëtarët e verbër shoqatës të punojnë rreth 70 palë pundore të ndryshme, e të cilat do të ekspozohen me datën 9 mars në Galerinë e Arteve në Pallatin e Kulturës Asim Vogshi në Gjakovë. Pra, ky panajir hapjen e ka me datë 9 mars në orën 11 në Galerinë e Arteve, i cili do të zgjatë deri të martën me 10 mars në orën 17. Mes tjerash, ai bëri të ditur se shoqata ka pranuar një donacion të ri, përmes të cilit kanë përfituar 15 sensor. Sot fal shoqatës së të verbërve të Kosovës, në krye me kryetarin Dauti Shuku, shoqata e të verbërve të Gjakovës ka pranuar një donacion të vlefshëm, pasi që bëhet fjalë për 15 sensor, të cilat vendosen në gotë apo edhe në çdo pajisje tjetër e cila mban në të gjësënde të langshme. Këto pajisje janë të domosdoshme për të pavarësuar një grua verbër, e të cilat do t'ju shërbejnë shumë në jetën e përditshme, e sidomos punët të cilat i bëjnë të përditshme në kuzhinë. Senzorin veç se e ka demonstruar zonja Abazaga, e falenderojmë të veçantë, pra kemi edhe një herë për shoqatën e Kosovës, e cila pajisi sot 14 persona të verbër, pasi një pajisje mbetet në shoqatën e të verbërve të Gjakovës për nevojat të përditshme të cilat i kemi këtu. Njëra nga anëtarët, Nazmie Koshi Abazaga, u shpreh mirënjohëse për mbështetjen e këtij donacioni. Kjo është shumë e lehtë për ne, na jep përparësi shumë të madhe, se e bojmë praktik, nuk për shembull që ky sensor vanohet në gotë edhe
e mbush me uja langa dishka, edhe ta jep sinjalin që deri qëtu mund është mi mush për mës mu derë uji për i gotës. Është me sinjalistik, është shumë e nevojshme për ne. Na lehtëson shumë punë në kuzhinë, sidomos neve femnave. Ndërka Shfana Beqiraj, i cila që nga mosha hershme merret me pundore të ndryshme, tha se është mirënjohëse për mbështetjen. Unë prej si e vogël, 15 vjeçe, 16 ja kom nis me punu, patër kom pa, edhe jo mësu mirë. E kur e kom humbur pa monit krejt, e nuk e kom pas fort vështirë për me punu, se e kom pas ditne, atë punë. Punoj peshat fëmijëve, punoj qërapa, meste, qështu, qësi. Edhe punoj tash në shoqat për panajër, që 3 vjeta, sa janë si punojmë për panajër. Kujtojmë se panajiri, arti që të lë pa fjalë, pritet të ekspozohet në Galerinë e Arteve në Gjakov. Në qendrën e mjekësisë familjare në baza ditore, punonjësit e stomatologjisë angazhohen në përpunimin e protezave të dhëmbëve, të cilat kryesisht shfrytëzohen nga mosha e tretë. Doktoresha stomatologe Leonora Joniku, duke ndarë detaje rreth protetikës stomatologjike dhe punimit të protezave, u shpreh se të njëjtat punohen kryesisht për moshat e treta, por që përjashtim bëhet edhe për pacientë të tjerë që kanë nevojë për rehabilitim me proteza. Në qendrën e mjekësisë familjare 1, reparti i stomatologjisë funksionon në kuadër të kujdesit parësor shëndetësor, duke ofruar gamë të gjerë shërbimesh mjekësore, kontrolla si dhe tretmane për pacientët. Doktoresha stomatologe Leonora Joniku u shpreh se përpos shërbimeve, në këtë institucion bëhen edhe intervenimet kirurgjikale. Në sektorin e stomatologjisë, i cili funksionon në kuadër të kujdesit parësor shëndetësor, ofrojmë një gamë të gjerë të shërbimeve, duke filluar nga kujdesi parandalus, domethënë preventim, edukimi shëndetësor, i cili ka të bëjë me mbajtjen e higjienës orale, vulosje të dhëmbëve, florizimi i dhëmbëve, pastaj ofrohen shërbime tjera si tretmane endodontike, që kanë të bëjnë me shërimin e dhëmbëve. Përveç tyre, domethënë kemi edhe një varg intervenimesh dhe ndërhyresh kirurgjikale. Në këtë sektor funksionon edhe rentgengrafia, domethënë e cila ka një rol të rëndësishëm për fotografimin e dhëmbëve në veçanti. Doktoresha Joniku, duke ndarë detaje rreth protetikës stomatologjike dhe punimit të protezave, u shpreh se të njëjtat punohen kryesisht për moshat e treta, por që përjashtim bëhet edhe për pacientët e tjerë që kanë nevojë për rehabilitim me proteza. Rol të veçantë do t'i kisha dhënë lëmisë së protetikës stomatologjike, e cila merret me zëvendësimin e dhëmbëve të humbur, në ato raste kur kemi të bëjmë domethënë me ruajtjen e buzëqeshjes, estetikës, ruajtjen e strukturave kockore si dhe të fytyrës. Protezat të cilat i punojmë në këtë lëmi janë protezat totale, të cilat mund të jenë mobile, që lëvizëse domethënë. I klasifikojmë në proteza totale dhe mbarohen në ato raste kur në nofullat e pacientëve nuk ekzistojnë asnjë dhëmbë, ndërsa protezat parciale mbarohen në ato raste kur në nofullat të pacientit ekzistojnë disa dhëmbë dhe përmes këtyre protezave parciale bëjmë lidhshmërinë e dhëmbëve ekzistues, domethënë me këto lloje të protezave. Do të thotë këto lloje të protezave kryesisht i aplikojmë për moshat e treta, mirë po nuk bëjmë përjashtim edhe të pacientët tjerë të cilët kanë nevojë për rehabilitimin me këto lloje të protezave. Tutje stomatologa Joniku shpreh se duke marrë parasysh faktorin socioekonomik të pensionerëve dhe rëndësinë e madhe të shëndetit oral, shërbimi i protezave ofrohet falas për këtë kategori. Duke u nisur nga faktori socioekonomik i pensionerëve të komunës tonë, pastaj rëndësinë e shëndetit oral që ka kjo kategori e njerëzve, ne këtë shërbim e ofrojmë falas. Domethënë në këtë kontekst, unë nuk e konsideroj këtë vetëm shërbim mjekësor, por kisha konsideruar një akt human me përgjegjësi të lartë institucionale e cila ndikon pozitivisht në shëndetin publik. Ndërkaq nga aty u bë ditur se në përditshmëri ofron shërbimet e kërkuara nga pacientët në të gjitha degët e stomatologjisë.
3 premiera të reja do të kenë mundësi të ndjekin adhuruesit e filmit këtë fundjavë në kineman Hyrje Hana në Gjakov. Në kalendarin e publikuar nga kino, zhanret e filmave janë të ndryshëm, si një mundësi e mirë për përzgjedhje të filmit të preferuar për secilin filmdashës. Si çdo javë, edhe këtë herë kino Hyrje Hana ka publikuar orarin e filmave që do të shfaqen gjatë ditës së premte dhe në vikend, duke bërë të ditur për adhuruesit se kësaj radhe do të shfaqen 3 premiera bashkangjitur me filma tjerë. Scream 7, Solomio dhe Crime 101 do të jenë filma që do të shfaqen premier, duke lënë të gjithë publikun me sy hapur. Dita e premte do të fillojë me shfaqjen e filmit Wuthering Heights nga ora 18, ndërkaq premiera e parë e javës, Scream 7, do të shfaqet po të premten me fillim nga ora 20:30. Dita e shtunë do të ketë një repertuar të gjerë të shfaqjes së filmave, ku ora 13 i rezervohet filmit Tom and Jerry Forbidden Compass, për të vazhduar me shfaqjen e premierës Solomio nga ora 16. Dita vazhdon me filmin Loja e fundit në ora 18 dhe përmbyllet me shfaqjen e premierës Crime 101 në ora 20. Ndërkaq dita e diel do të fillojë me shfaqjen e filmit The SpongeBob Searching for SquarePants në ora 13, loja e fundit në orën 16, për të vazhduar me filmin Scream 7 ora 18 dhe përmbyllet me rishfaqjen e filmit shqiptar Loja e fundit ora 20. Në vazhdim të ndjekim parashtrimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndahemi të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. OVL-UÇK në Has fton publikisht që veteranët e rrejshëm të bashkëpunojnë me Degën. U lirua apo nuk u lirua pas aksionit të policisë rruga Yllmërina. Premiera të reja këtë fundjavë në kino Hyrje Hana. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndihni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.